Faturimi i energjisë elektrike në fshatin Bërdic të qytetit të Shkodrës prej muajsh nuk bëhet në bazë të konsumit. Të paktën kështu pretendon shtetasi Kol Simoni, i cili thotë se personat përgjegjës paraqiten një herë në 4 muaj për të verifikuar matësat. Jam lut faturusit 100 herë, shko e banet mallet të atje se i gjithë populli ashtu anku për këtë energji. Vinë me hope, nuk vinë rregullisht me mat energjin. Nuk kanë ardhur hiç me pa dritat. Edhe jam kanë detyruar për me majt kartelin hapt, me pagu ka 3500 lekë. Kanë ardhur atje. Kam pagu të veshen. Mas 4 muajve 5 e kam bërë problem edhe herë, ka ardhur faturusi dhe i ka lexu te sahatin dhe kanë dalë me pagu 58.000 sa. Ka faturusi dytë, mas i mujit, e ma ka fut 84.000. Tash nuk e di këtë muaj se sa mund të kenë ardhur. Faturusat ta zgjidhin vetë, kë thotë që në rregull, ky që në rregull, ata hedhin sistem tepër. Prandaj unë kërkoj që futet një grup auditimi të ta shohin vetë. Sipas shtetasit Simoni, një situatë e tillë nuk i ka ndodhur vetëm atij, por është një fenomen i njohur në Bërdic. Shumat e mëllat që i faturohen në muaj të caktuar ka bërë që kjo familje ta ketë të vështirë shlyerjen.